Disa komuna në vend po ndërmarrin masa të ndryshme mbështetëse për qytetarët përmes subvencioneve për kategori të caktuara, nga nxënësit dhe familjet në nevojë deri tek të rinjt. Komuna e Karposhit paguan mbi 3.4 milion denar për subvencione për leje drejtimi të kategorisë B për banorët e rinj të komunës, nga ku deri më tani janë paraqitur 264 aplikime. Komuna e Karposhit vazhdon të zbatoj masën për subvencionimin e trajnimit teorik dhe praktik për marrjen e një leje drejtimi të kategorisë B për banorët e rinj të komunës. Deri më tani janë paraqitur 264 aplikime, nga të cilat 216 të rinj kanë përfunduar plotësisht procedurën. Deri më tani për këtë qëllim janë paguar 3.425.028 denar. Për zbatimin e masës janë siguruar gjithsej 5 milion denar, ndërsa thirrja publike mbetet e hapur deri në fund të vitit 2026, ose derisa të shterohen fondet e planifikuara. Kjo komunë po ashtu ka ndarë çanta dhe mjete shkollore për të gjithë nxënësit e klasës së parë pa përjashtim. Ndërkaq nxënësit nga familjet me të ardhura të pakta nga komuna e Gazibabës do të mund të marrin pjesë falas në ekskursione shkollore. Atyre kjo mundësi do t'u jepet në mënyrë që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë për shkak të arsyeve financiare. Komuna informoi se masa është pjesë e aktiviteteve të tyre për të mbështetur familjet që kanë më shumë nevojë për ndihmë dhe për të ofruar mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit. Ekskursionet nuk janë vetëm një udhtim, por një mundësi për të fituar njohuri të reja, për të krijuar miqësi dhe kujtime të paharrueshme. Prandaj ne besojmë se çdo fëmijë duhet të ketë mundësinë të jetë pjesë e këtyre aktiviteteve shkollore. Ndërkaq nga komuna e Çajirit njoftojnë se programi për mbrojtje sociale për vitin 2026 parasheh disa masa për mbështetjen e qytetarëve në nevojë. Për familjet në rrezik social janë planifikuar 3 milion denar ndihmë financiare, ndërsa 720.000 denar janë ndarë për lirimin nga pagesa e qëndrimit në kopsht për 30 fëmijë. Programi përfshin edhe 200.000 denar për mbështetjen e personave me nevoja të veçanta, 300.000 denar për aksion humanitare, si dhe bashkëpunim me kryqjen e kuq për patrulla sociale dhe shërbime të përkujdesjes në shtëpi. Komuna ka parapar gjithashtu masa për përfshirjen e fëmijëve rom në edukimin parashkollor. Sa u takon subvencionave për student, të rinj dhe pensionist, aktualisht nuk ka një skemë të përgjithshme financiare për këto kategori, por mundësia për masa të reja do të shqyrtohet në të ardhmen, në varësi të kapaciteteve buxhetore. Në ndërkohë, qyteti i Shkupit ka njoftuar se duke filluar nga ky vit shkollor, të gjithë nxënësit që regjistrohen në vitin e parë të shkollave të mesme do të pajisen me uniforma falas. Masa synon të zvogëlojë dallimet sociale mes nxënësve, të lehtësojë barën financiare të familjeve dhe të krijojë një mjedis më të barabartë dhe më të sigurt në shkolla.